Sonte po takohemi në Prishtinë, në këtë vend që si duket kudo që do ta kishim bërë këtë tubim të jashtëzakonshëm, s'kishte pas shesh në Kosovë që na nxen. Ju falemderit nga zemra për besimin, për durimin dhe për përkushtimin e juaj. Sonte këtu në Prishtinë nuk jemi mbledhur vetëm si qytetar, jemi mbledhur si një zemër e vetme nga të gjithë Kosova dhe jo vetëm. Prishtina çdo herë ka qenë qytet i guximit, qytet i zhvillimit dhe rezistencës. Qytet që gjithmonë ka pritur me zemër të hapur çdo punë të re e çdo punë të mirë. Prandaj në Prishtinë u lind, u zhvillua dhe u rrit lëvizja vetëvendosje me Albin Kurti, prisin e saj. Prishtina ishte para që na dha besimin, sepse në Prishtinë janë shumë gjenerata që besuan e kur nuk u dorëzuan. Gjenerata që nuk heshtën para padrejtësive dhe që kur nuk lëshuan pe. Sonte Prishtina po bashkon edhe shumë gjenerata nga gjithë Kosova, nga se cili qytet i bukur në të 4 anet e Republikës tonë, nga Peja në Kamenic, nga Sharri në Leposavić. Por edhe nga Lugina, edhe nga Shqipëria, edhe nga Macedonia e Veriut, po bashkon mbi gjitha mërgatën tonë nga gjithë bota. Ata baballar e ato nëna që u larguan nga Kosova pikërisht nga padrejtësia. Por edhe kur ishin larg, ata ishin afër. Edhe kur ishte e vështirë, kur nuk u dorëzuan. As kur nuk lëshuan pe. E sonte në Prishtinë i themi mërgatës, Kosova ju falenderon, e Prishtina me gjithë zemër ju përqafon. Jemi këtu si gjenerat që nuk lëshon pe, si gjenerat që kërkon siguri, si gjenerat që punon çdo ditë për begati. Qytetar të Prishtinës dhe gjitha qyteteve tjera. Çdo vot është një zë. Nesër na ndihmoni ta fuqizojmë zërin e gjithëve bashk. Të flasim me dashuri dhe një zëri përmes votës tonë. Ndihma e secilit ka shumë rëndësi të madhe në këto zgjedhje. Prandaj, mos ndaloni, ju lutem, në asnjë sekond të këtyre orëve që na kanë mbetur. Lëvizja vetëvendosje me aleatët e saj, kryeministri jon Albin Kurti janë dëshmia Lëvizja vetëvendosje me aleatët e saj dhe kryeministri Albin Kurti janë dëshmia se si shteti vihet në shërbim të qytetarëve. Me ndershmëri, me guxim dhe me dashuri, me veprime konkrete për secilin dhe secilin qytetar të Republikës. Me siguri, me më shumë begati për të gjithë, pa lëshuar pe, as për tashmen, as për të ardhmen tonë. Faleminderit Prishtinë, faleminderit Kosovë,
Faleminderit bashkëdhetarët tonë. E tash kam derin dhe kënaqësinë taftoj bashkërrugëtarën tonë, bashkëkryetaren e partisë Guxo, Zavendës kryeministrën tonë, Donika Gërvalla. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. A e keni lënë kënd në shtëpi apo gjithë keni ardhur? Po në Gjermani, në Zvicër, në Amerikë, në Suedi, a e latë kënd të shtëpia apo gjithë i keni marrë me veti? Çfarë tubimi, çfarë atmosfere? Nesër, në orët e hershme të mëngjesit, vendosim me votën tonë për një kapitull të ri. Një kapitull edhe më të mirë për Kosovën. Një kapitull që i jep fund sabotimit dhe blokadës nga ana e një opozite shumë të zbetë dhe shumë të dobët. Në luftën e tyre pas zgjedhur mjete, nuk po e luftojnë vetëm kryeministrin dhe qeverinë, por po e godasin vetë shtetin. Me blokadën e tyne, ata me gjithatë nuk e gjunjëzuan do të shtetin ton, edhe pse e provuan. Dhe 2026 do t'jetë përsëri një vit i mirë dhe i mbarë për Kosovën. Një vit ku Kosova do t'jetë edhe më e fortë. Dhe për këtë na duhet një kryeministër i fortë si Albin Kurti, si dhe partneriteti i dëshmuar dhe serioz e parimor mes lëvizjes vetëvendosje dhe partive alternativa, Partia Shqiptare Demokristiane dhe Partia Guxo. Koalicioni ynë është më i suksesshëm në historinë e vendit tonë. Dhe 5 vitet e fundit janë dëshmi se kur punojmë me njëri tjetrin dhe jo kundër njëri tjetrit, shteti ecën vetëm përpara. Dhe ky koalicion nesër, ditën e dielë më 28 dhjetor, do të korrë një fitore plebiscitare për të vazhduar punët e shumta që kemi përpara. Dita e nesërme është vendimtare për fatin e vendit tonë në një kohë shumë të rrezikshme për gjithë kontinentin tonë. Dihet botërisht që ne, shqiptarët, jemi pa dyshim kombi më evropian dhe më perëndimor në rajonin tonë dhe kur nuk devijojmë nga ky vizion i të parëve tanë, simboli i cilit u bë presidenti historik Ibrahim Rugova. Republikën e Kosovës të dashur vëllezër dhe motra e kemi më të fortë edhe ndërkombëtarisht. Ndodhemi në udhkryq dhe vetëm bashkë do të mund ta mbajmë kursin e domosdoshëm për të tashmen dhe për të ardhmen e Kosovës. Rruga është e gjatë dhe është e vështirë, por ne, përveç se me njerëzit e mrekullueshëm të këtij vendi, rrugën e bëjmë me miq. Miqësitë e vërteta për Kosovën kanë peshë të madhe. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe do të mbeten shtylla jonë kryesore strategjike. Ne do t'i kultivojmë dhe forcojmë çdo ditë më tej këto marrëdhënie. Vendimet e fundit që shohim nga Washingtoni na kujtojnë një të vërtetë të thjeshtë. Kosova është e fortë kur është e besueshme, kur është e vendosur, kur ka sundim të ligjit, kur është partnere serioze dhe kur flet me zë të qartë, ashtu si ka folur 5 vitet e kaluara. Dhe nuk ka forcë që na ndal në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian dhe drejt NATO-s. Na thonin
nuk po dini të bëni politikë të jashtme, sepse nuk kemi njohje të reja. E pra dashur vëllezër dhe motra, gjatë mandatit të kësaj qeverie kemi arritur jo 1, jo 2, jo 3, po 4 njohje të reja. E kjo tregon se vendosmëria dhe besnikëria ndaj interesave të Kosovës ja vlen. Vlerësohet nga miqtë tanë dhe merret seriozisht edhe nga kundërshtarët tanë. Pra, përkundër asaj që pretendojnë ata, ti edhe mund t'ja kthesh Kosovës veriun e saj, edhe mund t'jesh partner i fortë me SBA dhe me NATO-n. Sot që nga mëngjesi, në ambasada dhe konsulatat e Republikës Kosovës anë mban botës, mërgata jonë është duke votuar fuqishëm. Ndërkohë, edhe rrugët dhe qytetet e Kosovës janë mbushur me mërgjimtarët tanë, të cilët vinë edhe për të kaluar pushimin e tyre të merituar, por edhe për të dalë masivisht në zgjedhje dhe për të kontribuar si para 4 vjetësh në fitoren e madhe dhe ndoshta më të rëndësishmen për zhvillimin dhe të ardhmen e Kosovës. Vetëm që nga data 15 dhjetor, vëllezër dhe motra, në kufit e Kosovës janë regjistruar më shumë se 650.000 hyrje. Vota e mërgatës është e pastër, është e drejtë, është e pa kompromentuar dhe është e pa korruptueshme. Prandaj, të dashur mërgjimtar këtu në sallë dhe kudo që jeni, mos i dëgjoni ata që ju shojnë e që ju fyejnë, mos i dëgjoni ata që duan t'ju amohojnë të drejtën e votës dhe të drejtën e vendimarrjes. E kanë vetëm nga dëshpërimi. Kosova ju don fort dhe kur nuk e harron kontributin tuaj për çlirim dhe për zhvillim. Prandaj, kini parasysh që nesër, te kutia e votimit, votojmë patjetër në radhë të parë për numrin 116, për numrin e subjektit, dhe më pas, në anën e djathtë e votojmë numrin 1. Kryeministrin e tashëm dhe kryeministrin e ardhshëm të Republikës Kosovës dhe deri në 9 kandidat nga lista e koalicionit tonë. Sepse, vëllezër dhe motra, vetëm Albin Kurti e mund nesër Albin Kurtin e nënshkurtit, askush tjetër. Aktivist e veprimtar, mërgjimtar e qytetar të Republikës Kosovës, kam privilegjin e jashtëzakonshëm dhe nderin e madh që para jush ta ftoj kryeministrin Albin Kurti. Ndërkohë
Të dashur qytetar e bashkëdhetar, mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë tubim të madh të fitores së 28 dhjetorit që do t'ja kaloj edhe asaj të 9 shkurtit. Ne të gjithë jemi këtu sepse aq shumë dëshmor të kombit, martir shqiptar, aq shumë punëtore, veprimtar sakrifikuan e kontribuan për shtetin që kemi dhe lirin që e gëzojmë. Mirënjohje e përjetshme. Falënderim pafund dhe lavdi të gjithë atyre. Neve të dashur qytetar na ka ngelur një pjesë më e vogël e punës, por e cila është shumë e rëndësishme. Po kur jemi kaq shumë, nuk ka punë që se kryjmë, nuk ka vështirësi që se te i kalojmë dhe nuk ka fitore që nuk e korrim. Me qeverisjen tonë tuaj të mirë, territorit ja kemi shtu integritetin, institucioneve ja kemi kthyer besimin, shtetit ja kemi shtuar sovranitetin, ekonomisë ja kena shtu prodhimin, prodhimit ja kena shtu punësimin, punësimit ja kena shtu arsimin dhe gjithëve shëndetësinë më cilësore për siguri, për begati, për më shumë siguri, për më shumë begati, mos në shoni pe. Të dashur qytetar, para më pak se 5 vjetëve, kur e morëm detyrën, e kemi trashëgu një shtet të zhvlerësuar nga korrupsioni endemik. Mirë po për më pak se 5 vjetë, e kemi kthyer, e kemi rikthyer vendin ton, ashtu që e kemi historinë të lavdishme. E kemi lartësuar ekonomin, e kemi ngritur prodhimin, e kemi rritur punësimin dhe sot jemi krenar si asnjëherë që nga çlirimi i Kosovës e deri më sot. Për më pak se 5 vjet, për më pak se 5 vjet i kena pas më shumë se 3 vjet krizë. Fillua me krizën e pandemisë Covid-19, një krizë që ndodh një herë në shekull. Para koronavirusit ka qenë veç gripi spanjoll në fillim shekullit 20 atje. Pastaj e patëm krizën energjetike, e cila ndodh një herë në 50 vjet. Pastaj e patëm krizën e inflacionit. E patëm edhe krizën e sulmeve të vazhdueshme, agresive e terroriste që na vinin nga Serbia. E përkundër të gjitha këtyre krizave, rritja ekonomike mesatare ka qenë 6% e bruto produktit vendor, asnjëherë para në 4%. E dashur qytetar, ata para neve, në vitin 2018, kur far krizës ka pas, rritja ekonomike më pak se 4%, 3.7%. A në vitin 2012, veç për shkak të krizës greke, ju pa të rënë rritja ekonomike në 1.7%. E merrni me mend, ne e kemi gjetë ekonominë e Kosovës 7 miliard, si vjetë është 11 miliard, e vitin ardhshëm 12 miliard. Pra, për çdo vit
e kemi rritur ekonomin nga 1 miliard. Atyre para neve u janë dashur 3 vjetë për 1 miliard. Kur vjen puna të rritje ekonomike, ne jemi 3 fish më të shpejt se ata. E kur vjen puna të punësimi, jemi 5 fish më të shpejt se ata. Kjo rritje e punësimit Kjo rritje e punësimit ka qenë 85.000 gjithsej, apo 24% më i lartë se sa në vitin 2021. A dini sa janë 85.000 vetat punësum për më pak se 5 vjetë? Janë ma shumë se 6 stadiume Fadil Vokri në Prishtinë të mbushura për plot, ose nëse pjestojmë për numrin e ditëve, të qeverisjes tonë 4 vjeqare e 9 mujore, i bjen për çdo ditë parafërsisht e mesatarisht ka 50 veta trit punësum, ka 1 autobus për plot punësum në Republikën tonë dashur. Këtu ka kontribuar gjithashtu edhe programi Superpuna. Programi Superpuna i cili u ka dhënë pagën minimale të gjithë të rive e trejave prej moshës 18 deri në moshën 29 vjeqare. Pagën minimale që e kena gjithë 130-107 euro e kena bo pa diskriminim për rinin të bashk, por jo 150 euro mesin e tyre aritmetik, po e kena bo 264 euro, tash është 350 euro, prej 1 janarit bëhet 425 euro, prej 1 korrikut bëhet 500 euro, e programi Superpuna për rinin do të vazhdoj edhe me Superpuna për gratë, edhe gratë Republikës Kosovës, kudo që do të punësojnë në sektorin privat, do të mund të marrin për 6 muaj pagën minimale gjithsej 3.000 euro në vjetë. E pagën minimale do të mund të marrin gjithashtu edhe të gjitha nënat lehona. 80.000 nëna lehona kanë marrë mbështetje për herë të parë nga shteti i tyre. Tash në vitin e ardhshëm do të jetë 6 herë 500 euro, 3.000 euro për 6 muaj. 2/3 e këtyre 80.000 nënave lehona janë të papuna dhe mbi 400.000 fëmijë i kanë marrë shtesat prej 0 deri në 16 vjeç ata. Tash, shtesat për fëmijë që i gjetëm 0, do më thonë s'kishte fare, i ngritëm 10 euro, 20 euro, 30 euro, 25 euro jenë për ata që i kanë 3 fëmijë. Pra familja i merë 135 euro. Në mandatin e dytë e kemi pas këto shtesa për fëmijë. Mandatin e tretë do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë. 207 euro do t'i marë familja e cila i ka 3 fëmijë, 360 euro. Nëse i ka 4 fëmijë, e nëse i ka 5 fëmijë, do t'i marë 450 euro në muaj, që do të thotë sa ma shumë fëmijë në për familjet e Kosovës, aq ma shumë do t'ju mbështes shteti juve. E dashur shtetar të nderuar pranishëm, jasharët, familja Jashari e sakrifikoj vetë-vetën për shtetë. Ajo që është borgjë sot, është të kemi shtetë për të gjitha familjet e Kosovës. Një familje emblematike, u sakrifikua, u flijua për shtetin tonë. Që shtetin do të jetë për të gjitha familjet e Republikës Kosovës. Dhe përveç krye komandantit Adem Jashari, përveç Homs Jashari, mos harroni se porosia e tyre është dhe kujdesi për nënat shqiptare.
gjithmonë ishin bashkë në homsën e marrëdhënies deri në momentin e shkrimit të këtij. Prandaj, të dashur qytetarë, nëna shqiptare ka qenë shtylla e kombit ton dhe kemi shumë borxh ndaj saj. Dhe çfarë po bëjmë ne është veç se një pjesë e vogël të borxhit të madh që kemi ndaj tyre, po përpiqemi ta lajmë me qeverinë e juaj të mbarë të mirë, me krejt çka mundemi dhe dim. Të dashur qytetar, në mandatin e ardhshëm do t'i ndajmë 1 miliard euro për prodhimtarinë. Shteti do t'jetë garanci, hipotek për investimet të cilat do t'i bëjnë qytetarët e Republikës. Qasja jonë është shumë e thjeshtë. Kush punon, fiton. Kush fiton, investon. Kush investon, punëson, dhe kush punëson, fiton edhe ma shumë. Prandaj 1 miliard euro për prodhimtarinë. 1 miliard euro garanci për kredit në banka. Kur më ndërmarrësit e Kosovës nuk do të kenë nevojë që në bankat e Kosovës ta lënë hipotek tokën stërgjyshore apo pasuritë e palojshme. Shteti juaj do të garantoj për juaj. Dhe në veçanti për bashkëdhetarët tonë, dritarja e investimeve të diasporës 100 milion euro për ata që duan të investojnë. Dhe nuk do ta kenë më situatën që kur duan shkojnë të marrin kredi në Gjermani, në Zvicër, bankat ju thojnë nuk mundemi se është investimin shtet tjetër, e kur vinë këtu ju thonë po, ju jeni biznes fillestar si startup, nuk mundemi. Shteti i tyre do të qëndroj për ta si garanci për investimet që do të sjellin në Kosovë. Përveç 1 miliard për prodhimtarinë, gjithashtu edhe 1 miliard për ushtrinë. E kemi dyfishuar numrin e ushtarëve, e qizmeve në tokë, por gjithashtu i kemi shtuar edhe sytë në qiell. Kemi 3 lloj të dronave, a droni i 4 do të jetë made in Kosova, prodhuar në vendin tonë. Pra, të dashur qytetar, ata para neve i shitshin fabrikat për skrap, e me neve do të keni edhe fabrik të municionit për ushtrin tonë. Përveç 1 miliard për prodhimtarinë dhe 1 miliard për ushtrin, gjithashtu asnjë vit nuk do të ngelet me më pak se 1 miliard shpenzime, investime, kapitale. Për këtë mandatin e dytë, i kemi shtruar 700 km rrugë anën banë Kosovës. 870 janë ndërtime sipër, shumica dërmuesi janë përfundim. Dhe 100 km janë në veriun e Kosovës në mandatin e dytë të shtruara me asfalt 3. E pra, para neve kamionët para mandatit ton në qeverisit e mëhershme, kamionët përdoreshin në veri për barrikada. Tash kamionët shtrojnë asfalt 3 për gjithë qytetarët pa dallim. Atje janë shkatruar 10 laborator të drogës e të kriptovalutave. Janë mbyllur të gjitha filialet e postës Serbisë.
nuk është më dinari si mjetë pagese, nuk është më Banka Popullore e Serbisë. Nën stacione kufitare policore i kemi rrotull kufirit. 20 të tilla janë gjithsej. 23 depo të vogla, të mesme të mëdha, me sasi të konsiderueshme të armatimit i kemi konfiskuar. Sundimi i rendit dhe ligjit, siguria dhe begatia janë kthyer, mbi 820 biznese janë hapur të reja dhe afër 1100 veta, jo veç shqiptar, po edhe sërb e bosnjak janë punësuar me programin ton Qeveria për Familjet. Me qeverisjen ton e kemi rrit bashkëpunimin me Shqipërinë. Para qeverisë son, partneri kryesor tregtar në rajon ka qenë Serbia. Me qeverinë ton, partneri kryesor tregtar i Kosovës është Republika e Shqipërisë. Në rajon, ndërkaq më gjerë janë Gjermania dhe Turqia. Kemi dalur nga bloku regulativ me Maqedoninë e Veriut dhe me Malën e Zi me Serbinë dhe jemi bashkangjitur Shqipërisë në blokun regulativ duke e bërë edhe Alpeksin. E kena të njëjtën abetare prej vitit 2021 dhe mësimi i gjuhës shqipe në diasporë me kurikull të dedikuar tashmë po ndodh gjithandej ku ka komunitet më të madh shqiptar dhe do të zgjerohet edhe më tej. Pra, për diasporën ton bashkë me Republikën e Shqipërisë. Sektori teknologjisë së informacionit edhe të komunikimit përbën 6% të bruto produktit vendor. Prandaj ne do të vazhdojmë të investojmë të krijojmë edhe 3 tonë të cilët janë të talentuar dhe të cilët dëshirojnë që ta zhvillojnë vendin tonë e ke punuar në vendin tonë. Janë rreth 20.000 inxhinierë të stabilit dhe zhvillues që në 1500 kompani po kryejnë punë për brendet botërore. Prandaj mandatin e ardhshëm për të zhvilluar një ekosistem të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, ne do ta kemi valutën digjitale bazuar në blockchain dhe një pool tregtar për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. E kemi gjetur 24 milion euro buxhetin për listën e bornave esenciale. Tash që po flasim është 63 milion euro. I kena shtu edhe 7 borna të reja në listë, edhe 6 milion e gjysmë për smundjet ralla. 120 milion euro shpenzojnë qytetarët e Republikës në përgjithësi për çdo vit për ilaçet që i blejnë. Në të kaluarën vetëm 20% i ka pagu shteti. Sot që po flasim, ju kena afru 60%. Në mandatin e ardhshëm e kalojmë 100 milion, kalojmë 83% të pagesës për bornat esenciale nga shteti dhe do ta kemi listën e bornave të rimbursueshme. Kushdo që blen nga ajo listë e bornave do të mund t'i marrë paret nga shteti, ndonë se ka ble privatisht në barnatore. Do t'a bëjmë sistemin informativ shëndetësor dhe gjithashtu do t'a kemi edhe fondin e sigurimeve shëndetësore, por sa ta marrim dritën e gjelbërt nga gjykata kushtetuese. Për të gjithë qytetarët e Republikës do t'a kemi një kontroll të plot, një check-up, në mënyrë që nga shëndetësia publike ta kemi mbikëqyrjen e gjithë popullsisë,
por edhe t'i parandalojmë sëmundjet. Pas fushatës klinik pas klinike, spital pas spitali, e modernizojmë edhe e ngrisim lartë shëndetësinë tonë, edhe si kërkim shkencor, edhe si kujdes mjekësor. Mandati i ardhshëm do t'jetë mandat i energjisë. Termocentrali Kosova B janë investu 58 milion euro. Është ngrit për 35 megawatt kapaciteti. Dhe jo vetëm kaq, përveç ngritjes së kapacitetit, është shtu edhe jeta për 20 vjet. Tash kemi energji ma shumë, ndotje ma pak. Do ta modernizojmë termocentralin Kosova B, do ta rehabilitojmë termocentralin Kosova A, dhe do të bëjmë edhe ngritjen e kapaciteteve të reja nga gasifikimi i linjitit. Në Trepç do të investojmë me një korporat të fuqishme nga sektori minerar, nga një shtet mik i fuqishëm, dhe 50 milion euro do t'i ndajmë për të bërë shpimet dhe në të njëjtën kohë për të zbuluar të gjitha burimet natyrore të cilat i kemi në vendin tonë. Sepse duam që t'i shfrytëzojmë burimet natyrore për zhvillimin e brezit tonë, por edhe për pasurimin e brezave të jashtëm. Pra, brezat e ardhshëm mund të llogarisin në kapacitetet e reja energjetike, edhe ato nga burimet e ripërtrishme si dielli e era, por edhe nga gasifikimi i linjitit, si dhe nga investimet e mëdha që do t'i bëjmë në Trepçën tonë. Do të kemi dyfishim të kapacitetit dhe mbulueshmërisë të ngrohjes qendrore në Prishtinë, termokosi i shton edhe 50 megawatt termik, dyfishim të kogjenerimit nga termocentrali Kosova B, prej 140 megawatt termik në 280 megawatt termik, pastaj do të kemi ngrohje qendrore në Obiliq, prej nga na vjen gjithë kjo energji, ngrohje qendrore solare në Prishtinë dhe nga rehabilitimi i termocentralit Kosova A, do t'i kemi edhe 200 megawatt termik shtesë. 150 milion euro do t'i ndajmë për eficiencën e energjisë, për izolimin e shkollave, sallave të sportit, ndërtesave publike dhe shtëpive të familjarve që do të aplikojnë për ngrohje gjatë dimrit e freski gjatë verës. Të dashur qytetar, ju e dini që sulmin më të madh që e kemi pasur gjatë kësaj periudhe ka qenë që masat e Bashkimit Evropian po e ndëshkojnë Kosovën. Masat u hoqën, edhe vizat u hoqën. Kur e ka marrë detyrën në marsin e vitit 2021, vetëm 40 shtete me pasaportën tonë kemi mundur shkojmë pa vizë. Ndërka që tash mundemi në 81 shtete përfshirë këtu edhe zonën Schengen. Pra më shumë se dyfishim i shteteve ku mund të shkojmë pa viza, plus që na u hoqën masat që gjithmonë ishin të padrejta. Të dashur qytetar, Kosova i ka 108.000 fëmijë të moshës prej 1 deri në 5 vjeç. Dhe i ka 20.000 fëmijë të moshës prej 5 deri në 6 vjeç. Këta fëmijë që janë prej moshës 5 deri në 6 vjeç, të gjithë duam t'i përfshim në mandatin tonë në qerdhe publike edhe private, se do t'i japim bona
prindërve që i qojnë aty, ndërka që të moshuarve, gjyshërve e gjyshëve, kur nuk ka qerdhe, nëse kujdesim për një prit e mbesat, do t'ua japim edhe nga 100 euro shtes pensionit të tyre, që e kemi ngritur në 150 euro nga 90 euro sa e kemi gjetur më herët. Pra qerdhet janë fokusi jonë edhe mëtej. 74 qerdhe i kemi rindërtuar, ndërtuar ose renovuar e adaptuar prej objekteve ekzistuese arsimore. 74 për më pak se 5 vjetë, që do të thot, çdo 25 ditë ka një qerdhe. Ata pararendësit tonë të dashur qytetarë, se ata ma kujtojnë kohën e humbur të shtetit tonë e të popullit tonë, kohë që nuk kthehet më. Për 17 vjetë veç 4 qerdhe, as një qerdhe në mandat nuk e ka ndërtu. Prandaj edukimi parafillor, edukimi hershëm, edhe për ngritjen intelektuale të fëmijëve, po njëkohësisht edhe për karrierën e ardhshme profesionalit të tyre, do t'jetë në vëmendjen tonë në mandatin e tretë, pas fitores së nesërme me 28 vjetor të numrit 106. Të dashur qytetar, ne fatkeqësisht drejtësinë nuk e kemi të drejtë. Drejtësinë edhe matutje kemi si shtrembër e duhet ta drejtojmë. Andaj në mandatin e ardhshëm do t'i kemi jo vetëm 4 vjetë të hekurudhave, por do t'i kemi edhe të drejtimit të drejtësisë. Jo vetëm lokomotivën dhe vagonat t'i vendosim binar, po drejtësin t'a vendosim binar. Për lokomotivat dhe vagonat e kemi hekurudhën, për drejtësin e kemi vetingun, prokurorin e re speciale kundër krimit të organizuar dhe korupcionit të lartë, si dhe byron për konfiskimin e pasurisë e parashikueshme. Të dashur qytetar, asnjë punë nuk na lodh. A dini e vetmja gjë që na lodh është mos puna e drejtësisë. Asnjë punë nuk na lodh, veç mos puna e drejtësisë na lodh. Ne kemi dëshmuar se është e mundshme të qeverisim pa korrupsion. Vetëm 2 raste konkrete t'ja u përmendi. 11 terminale doganore i ka Kosova. Vetëm njëra ishte e shtetit, 10 i patëm privatizuar. Sot që po flasim, 8 janë shtetit, 3 që kanë met ende private, i kthehen publikut e shtetit në pranverën e vitit 2026. Ose ndërmarrjet publike ndërmarrjet publike, 17 ndërmarrje publike qendrore i ka Kosova. Veç 2 kanë operu pa humbje në vitin 2021. Sot, ma shumë se gjysa operojnë pa humbje, një pjesë e mire tyre me fitim, dhe nga -59 milion euro i kena sjell në plus 195 milion euro. Ajo çfarë kemi bërë është e kemi qepur thesin si buxhet i shtetit dhe e kemi thurur gardhin si kufi i Kosovës.
Për këto dyja, ne nuk lëshojmë pe. Gjatë këtyre më pak se 5 vjetëve, gjithashtu dashur qytetar e kena ndihmu shumë edhe fermerin e Kosovës. Mbi 300 milion euro për 120.000 fermer. Është rrit për 50% toka që punohet në vendin tonë. Dhe gjithnjë e ma shumë kemi bukën tonë, në sofrën tonë, nga toka jonë. Subvencionet për hektar janë 474 euro kur bëhet fjalë për drithra dhe 600 euro për perime. Është u rritur eksporti, janë të zëvendësu importet, andaj edhe më tutje blektorët dhe bujqet e Kosovës do ta kenë mbështetjen e pakursyer të shtetit ton, Republikës tyre. E pra, ajo çfarë kemi bërë ne në këto 5 vjet mund të përmbledhet me 5 fjalë për çështjet ku jemi përqendruar. Nona, fëmia, veriu, bujqësia, ushtria. Por asnjërin prej këtyre nuk lëshojmë pe, po as ju mos lëshoni pe nesër te numri 116, lëvizja vetëvendosje dhe partnerët tonë të koalicionit. Do ta kemi edhe transportin on e mbon, qytetarët e Republikës me një bilet të integruar, 10 euro në muaj, do të mund të qarkullojnë me trafik urban e ndërurban. Dhe njëkohësisht do ta dyfishojmë buxhetin për studentët tonë. Gjatë këtyre 5 viteve të fundit, të viteve akademike, afër 20 milion euro për 18.000 student i kemi dhënë. Dhe jemi shumë krenar që studentët tonë po mësojnë gjithnjë më shumë e më mirë dhe po e ngrisin performancën dhe rejtingun e Universitetit Prishtinës dhe universiteteve tjera publike në arenën ndërkombëtare. Në mandatin tjetër do ta dyfishojmë buxhetin për bursat e studentëve. Dhe përveç kësaj, kemi filluar me zbatimin e programit të mobilitetit për studentë. Sa më larg që studiojnë studentët, aq më shumë do të mbështeten nga shteti. Kësaj, një student nga Sharrja Kaçaniku, nëse studion në Prizren ose në Ferizaj, do të mbështetet me një shumë të konsiderueshme. Mirë po, nëse shkon e studion në Mitrovic, do të mbështetet edhe më shumë. Pra, kur vendi i studimit është më larg vendit të banimit, aq më e madhe bëhet mbështetja e shtetit për ata studentë. Të dashur qytetar, talenti i studentëve, dëshirat e rinisë, dashuria e prindërve, djersa e punëtorëve, amaneti dëshmorëve, urtësia e pleqve, ëndrat e fëmijëve, të gjithë thrasin për siguri dhe begati, e me numrin 116, nuk lëshojmë pe, nuk lëshoni pe. Por të dashur qytetar, që fitoria jo nesër të jetë masive, ju duhet të dilni në zgjedhje paradite. Duhet votonin mëngjes, sa më herët aq më mirë. Dhe mos votoni vetëm disa anëtar të familjes. Votoni krejt se duhet fitoj me ka krejt.
Së pari, kur shkonin vend votim, votojeni numrin 116, lëvizja vetëvendosje, dhe më pastaj votoni 10 kandidatët nga 110 kandidatët tonë, aty nuk mund gaboni, po mos gaboni kënej majtas mos me votunin e gjashin. Në mes në këtyre 110 kandidatëve, i keni 13 doktor shkencave, 7 mjek specialist, 61 janë me master, 28 janë me bachelor dhe njoni është student. Katërdhjetë prej tyre janë ish deputet, 16 janë ish ministra, 39 janë gra, 37 kandidojnë për herë të parë, 24 janë eksperte profesionistë të ekonomisë e të financave, 17 janë shëndetësisë e të mjekësisë, 12 janë të politikës e diplomacisë, 12 janë shkencave humane e sociale, 12 janë jurista, 15 janë veterane e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, 5 janë në kuadër të 110 kandidatëve janë ishtë burgosur politik, ndërka 13 janë të familjeve, dëshmorve, të martirve e të zhdukurve me dhunë gjatë luftës. Kjo është lista ma e mirë, është oferta ma e mirë që e ka pas Republika e Kosovës për legislaturat në kuvend, jo veç për këto zgjedhje, por që nga çlirimi i Kosovës. Prandaj, përcaktojuni edhe për 10 veta pasi ta votoni numrin 116. Ne bashkarisht do t'ju shërbejmë me përullësi, me nder edhe me zell. Të dashur qytetar, ju po e shihni që mu kanë gjirë zëri, po nuk ka balotash, kështu që nesër kryet. Shqyqyr që s'ka balotash, e nesër e keni shansin unik, e keni drejtën demokratike, e keni mundësin qytetare, që të gjithë prej atyre që i bëjnë nesër 18 vjeq, e deri tek ata që janë 88, 98, 116 vjeq në govë maj më shumë, ta bëni vetë vendosjen me partner fituese të zgjedhjeve. Për qeverisje, për siguri, për qeverisje, për begati, të dashur qytetar, udhëheqja duhet ta ketë energjin për të vrapuar në fush, forcën për t'ju ngjit malit përpjet, frenat për t'i zbrit malit të poshtë, edhe nervat për të ecur buz greminës, e qeveria juaj, qeveria jon i ka të gjitha këto. Andaj, mos në shoni pe, votoni 116 nesër dhe shihemi në fitoren e madhe nesër mbrëma. Ju duan fort, faleminderit shumë për përkrahjen, mbështetjen, ndihmën,
solidaritetin që na e kemi dhënë për shumë vite në kohë shumë të vështira. Natën e mirë e mirëpofshim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.